Përshëndetje. Sot do të flasim për shërbimet bankare dhe rëndësinë e tyre në jetën tonë të përditshme. Bankat ofrojnë shërbime të ndryshme si hapja e llogarive, depozitimi i parave, kredit, kartat bankare dhe transaksionet elektronike. Këto shërbime ndihmojnë individët dhe bizneset të menaxhojnë më mirë financat e tyre dhe të kursejnë kohë. Me zhvillimin e teknologjisë, sot mund të kryejmë shumë veprime bankare nëpërmjet internetit apo telefonit celular, pa qenë nevoja të shkojmë në dej. Përdorimi i shërbimeve bankare me përgjegjësi është një hap i rëndësishëm drejt sigurisë financiare dhe zhvillimit ekonomik. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Edu Bank Albania. Përshëndetje. Sot do të flasim për shërbimet bankare dhe rëndësinë e tyre në jetën tonë të përditshme. Bankat ofrojnë shërbime të ndryshme si hapja e llogarive, depozitimi i parave, kredit, kartat bankare dhe transaksionet elektronike. Këto shërbime ndihmojnë individët dhe bizneset të menaxhojnë më mirë financat e tyre dhe të kursejnë kohë. Me zhvillimin e teknologjisë, sot mund të kryejmë shumë veprime bankare nëpërmjet internetit apo telefonit celular, pa qenë nevoja të shkojmë në dej. Përdorimi i shërbimeve bankare me përgjegjësi është një hap i rëndësishëm drejt sigurisë financiare dhe zhvillimit ekonomik. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Edu Bank Albania.